Takimet në Bruksel, kryeministri Edi Rama i nisi me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa. Në deklaratën për mediat, kreu i qeverisë shqiptare tha se u diskutua mbi përparimin në kapitujt e hapur për negociatat e integrimit, por edhe samitin politik që do të mbahet në Tiranë më datën 16 maj. Një bisedë rreth përparimit që ne po bëjmë në këtë proces e pastaj edhe për samitin e ardhshëm për komunitetin politik evropian, i cili është një aktivitet, një eveniment shumë i rëndësishëm në përgjithësi, por ka një rëndësi të posaçme në këtë moment. Sigurisht do të flasim për rajonin ndaj të cilit presidenti është vetësënarisht i përkushtuar. Jemi te mase të përkushtuar për të përmbushur të gjithë detyrat e kalendarit, që është shumë ambicioz për të mbyllur të gjithë negociatat brenda 2027-s. Zgjerimin e Bashkimit Evropian, Costa e cilësoi përparësi dhe investim të rëndësishëm gjeostrategjik. Zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor është një përparësi e qartë për BE-n dhe është investimi më i rëndësishëm gjeostrategjik për paqen, për begatin dhe për stabilitetin e kontinentit ton, dhe është vërtet inkurajuese të shohësh progresin që ka bërë Shqipëria në këtë rrugtim. Sot po çelim një grup kapitull tjetër dhe ambicia jonë është që të çelim edhe më tej grup kapituj për të negociuar gjatë këtij viti, sepse kemi një kalendar shumë konkret dhe duam që të realizojmë dhe kjo është shumë e rëndësishme për Shqipërinë. Për këtë qëllim, Costa tha se do të zhvillojë një vizitë në të gjashta vendet e Ballkanit Perëndimor që do të nisi nga mesi muajit maj.